Sot është 1 prill, dita e gënjeshtrave, dita që edhe në kulturën popullore shqiptare është mjaft e njohur. Po nga vjen kultura e 1 prillit, dita e gënjeshtrave, cilat janë vendet që festojnë atë, është festë shqiptare apo është festë ndërkombëtare? Historia e 1 prillit në fakt është një festë ndërkombëtare që festohet shumë në pjesët e Europës perëndimore, në pjesën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Kanada, por tashmë së fundmi edhe në disa vende aziatike dhe në vende tjera të botës. Ka disa teori për 1 prillin. Teoria parë është që 1 prilli filloi që prej vitit 1582 kur Papa Gregori i 13 ndryshoi fillimin e vitit nga 1 prilli, sepse deri në atë kohë viti fillonte në 1 prill në 1 janar. Pati njerëz cilët nuk e pranuan këtë gjë dhe ata u konsideruan dhe bënin shaka me 1 prillin dhe ata u konsideruan të çmendurit në një farë mënyrë ose të marrët e prillit që ende përdoret sot si term. Por historia më e mundshme, sepse nuk ka asnjë dhënë zyrtare, është që ajo të jetë një festë shumë më e hershme, e lashtë dhe pagane, që është bërë popullore. Festohet pothuajse në pjesën më të madhe të vendeve të Europës, pra Franca, Britania e Madhe, Gjermania, Britani të Madhe për shembull deri në 12 mund të bësh shaka, Italia, Spanja, Holanda, Skocia, por edhe Kanadaja dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Njëkohësisht festohet së fundmi dhe në Indi dhe në Japoni. Por është një festë që edhe Rusi nuk ka ndikim në vende të tjera siç është Lindja Mesme, Afrika apo vende të tilla të botës. 1 prilli, dita e gënjeshtrave.